Dokumentat për vendin tonë që faqja e internetit Wikileaks ka në dorën e saj nuk e dëmtojnë as pak Shqipërinë. Këtë e ka garantuar kryeministri Sali Berisha në një intervistë dhënë për emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, duke shtuar se qeveria shqiptare nuk i druhet këtij publikimi. Për sa i përket autoriteteve shqiptare, ky është problemi më i thjeshtë. Unë kam konstatuar se është botuar qëndrimi i ynë ndaj të burgosurve të burgut në Guantanamo, nuk ka asgjë sekret në atë qëndrim. Kreu i qeverisë shpreh gjithsesi kundër publikimit të raporteve të diplomatëve amerikan, duke i cilësuar ato si tepër të rrezikshme për marrëdhëniet ndërkombëtare. Botimet e Wikileaks faktojnë vjedhjen më të madhe ndofta të gjitha kohrave. Faktikisht është vjedhur në kundërshtim me të gjitha ligjet dhe rregullat arkiva digjitale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo që është të merrsisht e papranueshme është kërcënimi i sigurisë së jetës së njerëzve apo i sigurisë në shoqëritë e lira. Për sa i përket çështjes së të dënuarve të Guantanamos, Berisha tha se Shqipëria respektoi një kërkesë të aleatit të saj në vazhdën e angazhimeve që vendi ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm me administratën Obama, por edhe me ato paraardhëse. Kemi marrë vërtet në proporcion ndofta më shumë se çdo vend tjetër, por nuk ka asnjë ndyshje se ne na takon një mbështetje të plot të Shteteve të Bashkuara në të gjitha problemet e sigurisë. Me administratën e president Bush ne morëm një seri të burgosur nga ky burg dhe të njëjtin premtim i bëm dhe administratës president Obama, i cili përcaktoi zbrazjen e këtij burgu si një nga qeldrejtimet e politikës së tij, dhe ne absolutisht nuk do ngurojmë në asnjë rast, në asnjë rrethana të japim modestisht, proporcionalisht kontributin tonë.